Andaj pejgamberi shpeshherë sahabët i ka mobilizuar në çështje madhore me çka me xhenet. Kush e bën këtë punë falë ul xhenet, kanë ngojë sahabët. Unë. Kush e jap çto xhenet, xhitab me xhenet, nga se xheneti të vëllezër është po them kuptim pozitiv, mos e kuptojmë, kuptim pozitiv, pika adopt të muslimanëve. Me bo me di se çka që xhenet, keqja merr atë. Edhe atë merr. A që ta mos më prek çdo. Pik dop të kam. Se kam qëllim një jetën për çfarë rnoj. Për çfarë jetojnë ato? Kur i ka ardhur deka Muadhi ibn Jabelit të ndrozën, ka dek pi pandemisë, ka qenë smuj e madhe, se kolerë është për hap, edhe ka vdek pi sa i prekuna, si terapi Covid-i që ka vdek shumë, Allah i mëshiroft, besimtarët. E kur i ka ardhur deka Muadhi ibn Jabelit ka thonë, në moment dekës ka thonë, o Zot, ka thonë, ti e din që une jetën se kum dasht për me vrapu, në për livadhe, në për lumeje, me dale me shqit, se kum dasht për këtë. Po jetën e kum dasht veç, për shkak se ma ka mundësu mu falë natën me gjinu ditën, që ta ka pas kuptim jeta. Për shta kum dasht mërdu. Andaj se kam në një keqare pëse po des, është vej pëse së në qëna më falë më për ty natën, e së në gjinaj për ty mua. Qëfar jetë e natë të kjo të lozër, ose jetë e dikuj që është jetë veç me hangër, me pi, me shetite, kujti qëfar. Dalojnë jetë atë. Andaj jetë e rregulluar mbi bazë dhe qëllime madhore që nuk kupton adhurimin e Allahut dhe synim xhenetin është jeta e mirë.